Ky emision sponsorizohet nga Petrol Company. Shikues nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se takohemi këtu në televizionin të 7 në emisionin Euro në 7. Sonte do të flasim për administratën tatimore të Kosovës, qasjen e re e cila ka ndryshuar në muajt e fundit. Drejtori i përgjithshëm i ATK-s dhe Mentor Hyseni në intervistën e fundit këtu në televizionin tonë në emisionin tim, pa të premtuar se do të ndryshojë qasja, do të vizitoj bizneset, do të rriten të hyrat dhe nuk do të bëhet hile bizneseve, për shembull me këqyr një biznes, çka me te kalu një tjetërin në bazë një telefonatës ose një kërkese nga lartë. Por çfarë realisht ka ndodhur në këta 9 muaj drejtor? Mirë se erdhe. Sa kohë po që u bën drejtor? Tash afro 11 muaj. 11 muaj po thonë. Ko gjani kohë sa me po, a ke punu, as ke punu? Po shpesh e përzim vitin me 10 muaj, kështu që... Në futboll rrogat ishin ka 10 muaj, kështu që... Mirë se gjej, knasi. Çka ndryshoi për këta 11 muaj? Me thonë, ATK-ja tani nuk ju dha të drejtën bizneset gjithmonë me gjyku drejt, sepse plot herë edhe bizneset kanë faj, se nuk ju rrin gati letrave dhe unë them gjithë që dekës edhe tatimeve o problemi ju ikë, saneve tjera mundesh me ndryshu. Çka ndryshoi për këta 11 muaj? Po, për këta 11 muaj në është ma mirë e keni pa ju edhe bizneset prej jashtë se çka ka ndryshu, na çka do që përbojmë mrena mundohemi që qasja jonë tjetë kryesisht ajo që kemi premtuar në emisionin e parë këtu, pra t'jemi objektiv në kontrollat të bizneseve dhe muj me thonë që nuk e dija kemi pas treguar herat vendimin e parë që kemi pas marrë, ka qenë që asnjë biznes nuk mund të u kontrollu me qasje subjektive. Okay. Pra, 100% të kontrollave që bëhen në bazë një analize paraprake të riskut, që çfarë do nivelit të rrezikut që ka qitë biznesin, ajo mund të kontrollohet ose jo. Po nuk ka mundësi që në inspektor, që ka qenë përpara 10% të kontrollave, i ka rekomanduar inspektori. Tash ne kemi thonë që nuk ju ndalojmë juve me prut dhëna, se ajo është ndihmës për ATK-n si mjet i informimit, mirë po nuk ka mundësi më kontrollu biznesi pa dal analiza e riskut që çaj biznes ka më kontrollu, ose nëse në regionin tonë një 10 biznese tjera me risk më të lartë, nuk ke nevojë me shkutaj biznesi me risk më të ulët para se mi kontrollu ato tjera. Do të thonë që kjo ka qenë njëra prej ankesave kryesore të bizneseve, kur thëshin po ma bën me gisht ose spirri gatit një inspektorit tonë, në mënyra të ndryshme. Kjo puna me nejt gati është goxha e gjon kështu, spirri gati edhe po më gjuhën në qafë. Po, do të thonë ka mundësi sot më gjujt në qafë një biznesi, me thonë kështu në gjuhën popullore, pse ai nuk i ka nejt gati dikujt në ATK. Nuk ka shans asnjë kontroll, që thash po e rikonfirmoj që nuk ka shans asnjë kontroll mu bën ATK pa e qit analiza e riskut. Do të thonë nëse në çit lagjën tonë për shembull, çit rrugën prej rrethit Pjalbi mallit deri në fund te Prishtina malli, janë këto bizneset mëdha. Do të thonë që tu nuk mundet me ardh një inspektor i ATK-s me kontrollu ta zon të shtatshën, pa e pas një analizë të riskut se të shtatshi ose media grupsimi i ka tatimit, ose ka pas qarkullimit cilat nuk janë përputhje me deklarimin. Edhe analiza e riskut i ka diku një 72 faktorë që i bën multiplikimet e analizës së tyre, edhe që i klasifikon bizneset në 3 kategori, që thash, rrezik i lartë, i mesëm dhe i ulët, nuk mundet me shku te rreziku i mesëm ose i ulët pa e përfshi ose pa e kaluar rrezikshmërinë e lartë të bizneseve që kanë dalë në çat grup. A ki pas ankesa prej bizneseve në këtë periudhë, do të them pikërisht për këtë çështje. Po a ka psu dikush prej inspektorëve, me thonë, o shkun në përgjithësi? Vetë fakti që ne kemi rrit numrin e kontrollave diku për 35% që shkojnë 1015 kontrolla gjatë këtij 6 mujori, i bie që mundet mu duk të bizneset që ATK-ja po kontrollon më shumë, po kjo ka një efekt pozitiv më afatgjatë. ATK-ja në bazë ligjit ka të drejtë mu këty 6 vjet mbrapa edhe me kry kontroll. 6 vjet? 6 vite. Pra, ideja jonë është që fillimisht kryesisht bizneset e mëdha me mujt mi kontrollu secilin brenda 3 viteve, në mënyrë që ndëshkimet mos më aplikohen mandej komplet për periudhën paraprake, po për çato 3 vite që është kontrollu. Edhe sidomos në sektor pak më specifik siç është sektori i ndërtimtarisë,
ma e rrugës do të ishte që me përfundu një projekt, mu mbyll kontrolla me të, je gjithçka në rregull edhe me tutje. Mos me pas ti frigën 6 vite që mas një 6 vite këmë bërë administrata tatimore, edhe të ke mbyll bilancin e qëti projekte, edhe tash me dolar një 2 milion tjera tatime shtesës e ndëshkime. Pra kjo shkon në të mirë të bizneseve rritja e numrit kontrollet. Në anën tjetër, ankesat e bizneseve në kryesisht lidhen me numrin e kontrolla. Pra, gjatë këtij 6 mujore i kemi marrë diku 355 ankesa, që kryesisht trajtohen prej departamentit e ankesave. Mirë pa ajo që kemi mujtë me bë atë, është që tash përgjigje e ankesave në ATK është publike. Nuk ka ma ankes me ju dërgu vetëm tatim pagusit. Tatim pagusi, ka me ditë që ankesi ju ka dërgu atina, është publike, edhe nuk ka më mundësi ATK-ja me në pare më ju dok biznesit që për dikon lëshon vendim tjetër ose përgjigje tjetër në ankes, për dikon ndryshe. Nëse ti je një kategori e biznesit, për shembull një sektorit caktum, ti mundesh me hi me pa çati sektori, nëse ATK-ja i ka dhënë një përgjigje për çështjen afërsisht të ngjashme, ti je në gjendje edhe me parashiku çka ka më qenë përgjigja për rastin tënd. Kjo është rritje e transparencës, po tani kësaj ju ka shtuar edhe bordi i pavarur që është në kuadër të Ministrisë së Financave, që i shqyrton ankesat edhe të ATK-s edhe të doganës. Po qëtu ka pas një kërkesë më ndogo të bizneseve që mos më konë të ministria i bordi ankesave, ose e kam gabim ne, për mos më ndiku për shkak politikave ditore me thashë. Për shembull, unë them që është niveli tjetër i gjykatave. Pa të marrin kohë jashtëzakonisht shumë. Po normalisht. Bordi ankesave ka maksimumi 2 muaj edhe ta kthen përgjigjen. Kështu që ka shumë kërkesa që vendimet e gjykatës tash më shuan në bord ankesave, se po janë shumë më funksionale. Veç një dhënë ta jap që diko përpara bordi ankesave na ka lajmëruar që 60 deri në 70% të ankesave ATK-s i ka rrezu. I ka rrezu. Bordi. Tash thot diku 50% të ankesave i aprovon që ATK-ja ka të drejtë, 50% përfshin çat grupin ku nuk jep të drejtë ATK-s, ose jep pjesërisht ose i kthen në rishqyrtim. Pra është një farë balance, ose një farë korrigjuesi edhe i doganës, edhe i ATK-s që këtë bordi i pavarur. Na ka shti neve dhe mrana si ATK mi kalibru pak vendimet, me pas ma shumë kujdes shtume, se çdo diferencë mbi 20% që nëse bordi e rrezon, i bie që ato zyrtarët e ankesave kanë bërë shkelje të rënd disiplinore në bazë kodit 3 që kemi aprovuar. Po, që kemi përmendur në intervistën e kaluar. Po, kjo i ka bërë shumë më të përgjegjshëm edhe inspektorët, edhe departamentin e ankesa me çka i ngarkojnë bizneset. Do thotë kur i vesh të sa jemi këtu drejtor, ka një prap të ankesat e bizneseve. Jenë ankuqur shumë inspektor sillen sikur policë me kohë. Do thonë nuk sillen sikur diçka që ligji ja jap të drejtën, sepse nuk besoj që dikush do të më sjell për te atij mandati që ja jap ligji. Po çësia ka qenë shumë e rëndë, edhe në kaluar, domethënë një sill kanë hinë zyre, bllokojnë çdo një 6 muaj, një vjet, edhe ti mi pas mysafir tut shtëpis janis diçush më të bë bëhet, më thon ha shkoni mos se na keni lodh. Po. E jo mi pas atë kënd çati jam 6 muaj edhe një vjet. Domthon a ka ndryshuar që kjo çësje ndaj edhe ky ka një pendimeve që nuk kemi milion biznese 6 muaj një vjet, 2 vjet. Tash i përmend dy faktor, koha së zgjatën e kontrollit, edhe çësja e vet inspektorëve. Sa i përket çësjes, ne kemi 700 punëtor. Edhe është e pamundur që ti me ndru kulturën organizative për një vit. Studimet tregojnë që 10 vite ka nevojitëm për me ndru kulturën organizative. Po ajo çfarë mund të bëjmë na, krijojmë mekanizma cilat e ndryshojnë këtë kulturë. Mekanizmi i parë tash është kodi disiplinor. Po. Mekanizmi i dytë është na kemi një portal të denoncimit ku secili qytetar ose secili biznes mundet me denoncu këtë sjelljen e një inspektori, që ka të tilla shumë që vindena. Mandej është departamenti i ankesave edhe avokati i tatim pagusit. Janë nimëri faktor të brendshëm që janë funksionale tashmë, e që kanë për qëllim me adresu çdo ankesat e tatim pagusve në sjelljen e punëtorëve tonë të administratës. Kurse sa i përket çështjes së kohës së zgjatjes së kontrollave, sot në ATK maksimumi i kohës për kontrolla komplekse të bizneseve më të mëdha zgjat maksimumi 2 muaj. Maksimumi 2 muaj. Maksimumi 2 muaj. Do nuk kam pas rast që kam njoft vetë biznesin që kanë ai deri në 2 vjet, 24 muaj ATK jam rëna çtu. Unë kur kam marrë më gjithë 36 muaj. 36 muaj. Po. Që është një parim në drejtësia e ke pas që thonë
për shembull sa parashihet vepra penale nëse është e dënueshme 3 vjet, nëse kanë shku 6 vjet tu ka falë, nuk është më e dënueshme. Kjo është kitë për arsyeën se ti e mbart frigën me vete për 2 fishën në asaj periudhe, edhe gjyqësori ka konsideruar që ti ke lëmë borxhin. Sakt. Në këtë kontekst, më të nejtë 36 muaj, inspektorat e ATK-s në biznes, që është pengesë operative, që nuk le me zhvillu biznesin si duhet, po është edhe frigë të prume se çka ka nxjerrë ajo. Në këtë frym, ne kemi ndryshuar rregulloren e kohës gjatës së kontrollave, po them ka kontrolla 20 ditë, 30, edhe ato komplekse që janë për tatim pagues më të mëdha janë maksimumi 2 muaj. Për faktin që tashmë shumica e administratës tatimore është digitalizuar, shumicën e dhënave na i mbledhëm diku rreth 3 milion deklarime në vit që i bëjnë bizneset. Vetë deklarime. Tash ato janë një numër i madh të dhënave që neve na mundson me bë 80% të kontrollës pa shku te biznesi. Pa shku te biznesi, saktë. Çfarë libe drejt 36 muaj, çka ka dashur aty? Me thonë ka dashur na ka dashur na peshqesh shtëpi aty si ç'a më bëj 36 muaj aty. Nuk do të kisha thënë kështu, po unë më shumë e konsideroj si mungesë mbikëqyrjes së pjesës operative. Po deve që aty biznesit i ka dëmtuar, se koha më të nejtë mëna. Patjetër. Mëna është psikologjikisht biznesin e paralizon për me punu. Prandaj edhe mora shembullin e gjykatës. Po bash. Që 2 fishi i dënimit edhe nëse ke qenë liri, po ke qenë me drohe me frikë për asaj ti e ke la burgën. Unë me konfirmu këta kam një rast kur kam dëgjuar tash te një ndërtues ka nejt dikon jam 3 javë maksimumi. Inspektorët e ATK-s e kanë lëshu vendimin edhe kanë hecë. Do thonë ai kishte frikën që më nejt aty një 2 vjet, më nejt në zyre. Po 3 javë ditë këto e kam tash vetëm sektorin e ndërtimit. Nëse sektori më problematik me thonë. Nëse brenda 3 javë ai mbyll kontrollat për 3 vite, edhe mbyllet një projekt, ai ka më shku me dorëzu në komunë dhe më thonë që unë me këtë projekt kum kry punë. Po. Administrata tatimore 20 vjet nuk e këshir më këto. S'ka nevojë me këshir. S'ka nevojë me këshir, si ka. Unë filloj projektin. Po pra. A ka mundësi drejtor me thirr një politikan? Dhe më thonë mos shkote që ky biznes. Më thonë që këta janë financues të filet në partisë, që ta mos i nguc, që ta janë filan partisë që është në opozitë, që t'yne byrën qafë. Në ATK nuk ka ndodhur kurrë, sa e mund atë. Po e tregoj edhe përvojën, unë kam qenë edhe 4 vite në bërë të AKP-s si kryesues 2 prej tyre. Kur nuk ka ndodhur që dikush pi partisë politike me ndiku ose me thirr për një çështje të caktuar. Po vetë fakti që unë thash me vendimin e parë kemi bën 100% të kontrolla mu bë me risk, kjo më njanon edhe nëse do të ishte e mundur. Po unë në parim po them me çdo 6 vite që kum shërby në pozita të larta publike me këtë qeveri nuk më ka ndodhur kur që më thirr dikush për një çështje. Për shembull Hekoran Muratin unë kam ministër në vijë raportues, është ministri i linjës. Unë shkoj shpesh për diskutimet për mendjen e mbret që e ka Hekorani. Po asnjëherë nuk e kam pa që ai ka tendencë me thonë se mu përzi në çështjet operative. Okej. A ka biznes pra me ligjin? Më thonë biznes që është i fortë, që i ka, më thotë mu zgudzon kërkush marrë me kontrollu. Tash i peheki pe politikës, më thonë unë jam i fortë edhe te unë. Në Kosovë nuk ka kush që vjen nuk ka biznes që nuk kontrollohen. Ka mundësi disa biznese që nuk kontrollohen që janë 100% përputhje me ligjin. Ajo është shumë normale. Te kategoria e bizneseve të mëdha që kryesisht janë të formalizuar, të digitalizuar, që nuk kanë asnjë interes. Ato që nuk i çet riski asnjëherë në ka mundësi atë në më bëj veç vizita, po nuk ka biznes që nuk kontrollohet me çat perspektivë që po thoni. Pe mendja se një biznesi, çka kishë më ndryshu te ATK-ja? Me thonë nëse kishe menu diçka që duhesh me ndryshu sot. Nëse kisha dalë në biznes. Po, sepse unë kam pa, për shembull ke vizitu bizneset më të mëdha, edhe i ke bë publike, edhe videot, muhabetet tu fol. Edhe nuk i kanë as pakleta se bizneset edhe tu kanë ankun prezencën e mediave të cilat i keni publikuar jo vetëm, nuk i ka publikuar ata. Unë prej 2004-s, diko ka mesi 2004-s kum fillu punën. Edhe të jetën temja kum kushtu administratës publike. Është pak vështirë me po perspektivën për biznesit se qa mendojnë ata. Si rrjedhoj e kësaj, kur kum hinë atë kohë, kum thonë, okej, një për arsyeve kryesore që i vizitoj bizneset është mi po brengat të tërë. Cilat janë sfidat që ata i hasin në atë kohë, kur dojnë qoftë me kry një shërbim, qoftë kur vjen një kontroll, qoftë nëse kanë ndaj çështje që kanë nevojë për më u shpjegu më tepër. Normalisht në këtë frym na kemi vazhduar me digitalizu ato që ne kemi pas 58 shërbime elektronike, tash i kemi 60 dhe në fund vitit synojmë i bëhet 64.
Edhe qëllimi i takime me bizneset kanë qenë që tregona cilat janë brengat e juaja si do të kishin ndryshu pjesën e ATK-s. Pjesa kryesore është pjesa e shërbimeve që i marrin ato në formë elektronike. Prej 2022-s në ATK këtë deklarimet dhe pagesat janë në formë elektronike. Po ka shumë shërbime tjera që ka mundësi më marrë në formë fizike në atë që ato po i digitalizojmë. Një prej tyre për shembull me përmend që të bizneset e mëdha kryesisht kur nxjerrët gjendja e përgjithshme duhet me ardh në ATK me marrë letrën e gjendjes së përgjithshme, edhe në ata veç kemi fillu me digitalizu. Ose për shembull nëse një korporate madhe edhe ka qasje përmes edit vetëm përmes një llogarie, nuk do të ishte me pas nevojë që drejtori i burimeve njerëzore që flet për punëtorët me pas sa ka qarkullimin e sa ka fitimin korporata. Ju se lymi alit rrogën tani. Po, e këta kemi filluar me ndar, që me pas llogari të veçanta, shumë llogari për një biznes, për shembull, njëri është burime njerëzore që flet vetëm për pagesat e punëtorëve, tjetër që merret me pagesën e tatimeve, tjetër që deklaron fitimin e kështu me radhë. Pra këto janë shërbime që kryesisht i kanë kërku bizneset gjatë vizitave që i kemi pas, edhe na jemi mundu me i adresu më njëherë. Një 3 projekte i kemi fillu tash me EU-n që po na mbështet, edhe një 2 tjera që jemi të i bë vetëm tashmë brenda ATK-s. Okej, të kthehemi në pjesë të punës që është bërë për një 11 muaj, tha. Në bazë të rezultateve të cilat i keni publiku edhe jo, është tyrat më të mëdha ndonjëherë. Do të thonë që ka arrit me i mbledh ATK-ja. A është kjo për shkak të rritjes në total të çmimeve, do thonë inflacionit i cili e ka rrit qarkullimin, apo është për shkak të punës që keni bërë ju dhe inspektor të ATK-s? Shkojmë të lutna me slajdin e parë. Tash unë kisha mujt me thonë që nuk mundesh me atribu këtë rezultat vetëm një faktori. Okej. Pse unë jam ekonomist, nashti i shkondosh më interesu veç pjesa e ATK-s, po dhe të pjesa e makroekonomisë është ka burojnë që ato. Çka flet një numër nëse thot 595 milion tyra në ATK, ose 14% më shumë se periudha. Mu më intereson me këshyr, a është pjesë e formalizimit, a është pjesë e zhvillimit ekonomik. Sakt, se ka shumë faktorë, normalisht. Nëse nalesh me analizu, të pjesa e tyra, shumë i që të vëshëja neve në karo në përshindje. Për i vitit kalum, ka qenë 49, ka ra 47. Aja që është rritë tatimin të ardha personale edhe bizneseve individuale që rritët kryesisht me numrin e të punsumve. Kur shkon mbrapa e këshyr, numri të punsumve në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit kalum është diku një 17.000 punëtorë më shumë. Që vjen më shumë tyra. Kjo tregon një mirëshenje më të madhe për vendin. Kur shkon i këshyr tyrat nga korporata, i kemi 130 milion fitim më shumë të korporatave në krahasim me periudhën e ngjashme të vitit paraprak. Kjo tregon që bizneset po rritet, ekonomia po zhvillohet. Normalisht kjo na reflekton edhe në pjesën e tatimit. Mirë po, nëse themi veç formalizim, nuk është veç formalizim. Nëse themi zhvillim ekonomik edhe formalizim, kisha mujt me thonë që kjo është ajo përgjigja që i përshtatet mas shumëti gjendjes aktuale. 17.500 punëtorë më shumë, 7.500 biznese, 130 milion tyra ose fitim më shumë për korporatat, kjo përkthehet në tyra më shumë të ATK-s. Ama kjo është një percepcion, s'paku bizneset flasin që jo na jem si vjet është më keq, kema pak tyra, kema pak, por që kjo s'po kallëzon ç'është dhe. Jo, veç qarkullimi i bizneseve është rrit për 7.7% në krahasim me periudhën paraprake. Veç qarkullimi, jo fitimi. Po, 130 milion euro më shumë fitim 130 milion fitim më shumë i korporatave të vetë deklarume. Të vetë deklarume. Po, jo prej kontrollave të ATK-s. Kjo tregon një mirëshenje më të madhe të ekonomisë, ose të shoqërisë, ose një zhvillim më të madh ekonomik. Po të që kjo bjen edhe tash na kanë qef me fol, këtë në përkafe me thonë drejtorëshi. Tash kishe mujt me thonë që sa përqind i kësaj i takon inflacionit. Inflacion, po. Po, ajo është pjesa e statistikave që flet se sa 6.7. Nëse themi na 14% ju pajtuani që s'është inflacion. Jo, s'është inflacion, se nuk është, totali nuk është. Mund të me përqindje 7.7 mesatare në 6 mujorin e parë, qarkullim më shumë i bizneseve, nuk është këtë inflacion. 130 milion fitim më shumë i korporatave, asë nuk besoj që është inflacion. Jo, nuk ka. Mund me ka një pjesë e përqindjes, por nuk mund me ka në totali. Nëse më kishe pyet mua, mundesh me peshu se cila shkon dhe cila, jo. Prandaj po them që është kombinim i zhvillimit ekonomik edhe i formalizimit të saj. Po që po na jep një pasqyrë tjetër për asaj që folet në publik që Kosova ka gjendje ekonomike e Kosovës po shkon të rëndu.
Për shembull, e po tonë ministrin javën që shkoi, tha i kemi jap ka 100 euro për me nal varfrinë ekstreme, me nal, me thonë ashtu. Po që do të dhona që kënat biznese, po na japin një pasqyrë komplet ndryshe. Unë e them të dhënat janë kokë fort. Na mundemi mos me ditë me interpretu sakt. Mundohemi çaq sa dimë mundemi. Mirë, po dhënat janë kokë fort. Le t'i marrin analistat e pjesës së statistikave të makroekonomisë, edhe le të flasin se cila është pjesë e zhvillimit ekonomik, cila e inflacionit e cila e formalizimit. Jo, këto ta japin një pasqyrë që diçka, këtu është ndodhur diçka. Për mendimin tim, si na për perspektivës së ATK-s, pa u lëshu në makroekonomi, 17.500 punëtor më shumë tregon 17.500 familje të punësuar shtesë. Këta jenë formalizuar, sigurisht, ose kanë ikë trin treg ose kanë qenë treg e informalizuar. Bravo. 7.500 biznese të reja prej vitit para prak, kjo tregon që bizneset kanë marrë frymë më shumë. Okej. Tash 130 milion që po e ripërsëris. Po jo shumë është ajo. Fitim më shumë për korporatat të vetë deklarume, tregon që ekonomia po rritet. Po shumë vërtet. Ka, më thonë, a shkojmë me slajdin tjetër që muj me diskutu 596 milion euro këtë gja. Po të më thonë që kjo është që shpjegove në detaje tjera. Ashtu pra. Pjesa e tyra nga TVSH është dominuese, po prej 49.5 ka rënë 47.48%. Në sajë të saj e shen aty tyrat nga tatimet ndarë dhe korporate 22.48, edhe të ardhët personale 30%. Pra qaj 30% që është një rritje 20% prej vitit para prak, me numrin e punësumëve prej 17.000 edhe me numrin e bizneseve prej 7.000. Që kjo dhe sa përmene të vëshën, drejtër, është një kërkese ka më që ma mundët, për zonë që nështë ta qeveria po bëhet. Në të mësi, Lumir Abdigjiku pra më bjetoj, po besoj që gjasat janë për më bëhet qeveria. Ajo është çështje politike. Çështje politike, nuk interesant, po. A mundë kush duhet me shty që të punën e të vëshës, mos mi ngarku më bizneset në kufi. A mundë diqysh me rregullu, që kjo është një kërkesë që këtë ata para te e kanë premtu që kanë me shty për para, po realisht edhe partitë politike, këtë programet e tyne premtojnë që të vëshëja mrena, ka njerë bëlla po bon bajat, se atë nuk po din me shpjegu, thjesht për përmenin me bleni farkohet e biznesit. Po qysh më rregullu që kjo punë që bizneset mos mi o marë parët në kufi, se është një farë ngarkesë shumë e madhe, se 18% është varësisht prej shumës sa ata importojnë, po është ngarkesë shumë e madhe. A mundët më rregullu, a ka gjasë me hinë ranë ditës që kjo punë? Unë si profesionist, muj me thonë që ka qenë premtim qeveritar që kam me u kthy TVSH-ja brenda mandatit, po në këta aspekt unë them që duhet me bëj faza dhe ashtu që kanë premtuar edhe qeveria. Sa ajo politik fiskale që qeveria vendos për ata. Na japim kontributin tonë që shohim me perspektivës së mbledhjes. ATK-ja i bie që duhet me pas detyra ose përgjegjësi më shumë kur bartet TVSH-ja mrena, se komplet çaja tyra për shembull nëse 48% veç statimi mbi vlerën e shtuar që është vlera, baza është shumë më e madhe. I bie që ATK-s kanë më rrit tyrat dhe kanë më rrit aktiviteti. Aktiviteti patjetër. Unë mendoj që kjo do të më bëhen në faza. Për shembull, na i kemi diku rreth 570 biznese të mëdha që përbëjnë rreth 51% të kitë qarkullimit. Sa biznese? Diku 575. 575. Që përbëjnë diku 51% të kitë qarkullimit të ekonomisë, mendoj që do të me fillimisht me këto. Sa ato janë më të formalizuar. Po normalisht. Mas leti është me fillu me to. Mandej shtohet edhe tendenca e bizneseve më rrit, më formalizu sa më mirë që me hinë grupin e bizneseve të mëdha që kemi përfitu prej TVSH-s mbledhjes brendshme. Mandej mundem me fillu të bizneset e mesme që kemi një 1200 diçka, edhe te 98.000 që sa i kemi edhe bizneset vogla në bazë të numrit të deklarumve në mujtë e fundit. Pra unë mendoj që kjo do të më bë faza. Kosova, ATK-ja nuk është hala e përgatitur për me bë mbledhjen e TVSH-s mrena komplet. Do të me fillu me një pjesë me një numër më të vogël në numër të biznese, po vlera që është më e madhe që është 50% e. Po dhe kanë politikanë kanë qef me thonë kështu mi afut kot, me thonë e bojmë na më një herë. Po ajo që implementojnë jo, se s'munem ajo ta marrin në vendim, po puna tjetë ju jetë atë. Unë me sa mbaj mend edhe qeveria ka premtu kështu. Domethënë faza që me bë fillimisht fazën e parë, mandej dytën, mandej tretën. A shkojmë me slajdin tjetër, a kemi diçka tjetër që për me pa. Apo e përmenem në fillim numri kontrollave, dhe me thonë, është shtu
numri tek bizneset. 35.7% është shtu numri i kontrollave, po do të me theksu këto që me numër më të vogël të kontrollave. Jeni kon më të ashpër sa i parapraku juj në raport me kontrollat. Ja lidhet me atë që kemi zvogëlu kohën e kontrollit. Okej. Pra i bie me kohën. Po, me numër më të vogël të stafit, me kohë më të shkurtër të kontrollit. Po normalisht kur 36 muaj, ajo 33 muaj dallimi është shumë i madh. Është rrit numri i kontrollave. Po prej kontrollave i kemi diku 58 milion tyra shtesë që kryesisht kanë pas të bëjë me evazion fiskal. I që ka qenë jona dhe pi 58 milion euro shtesë tyra për shkak të ikjes tatimit, me thonë kështu me na kuptu që gjë. Po, ideja jonë ka qenë që na nuk kemi nevojë me marr pare prej ndëshkimeve. Kjo është fillimisht shkurtimi i kohës. E dyta, nëse i këshirë dhënat në evidencë tregojnë që jenë rrit numri i kontrollave, numri i vizitave, tyrat për 14%, veç ndëshkimet kanë rënë diku 7.7%. Pse kanë rënë ndëshkimet? Ka qenë ajo ideja që kom premtuar edhe në fillim që biznesi më shumë ka nevojë për këshilla, orientime, se sa për ndëshkim. Ndëshkimi kanë erdhur dhe i çon bankrot. Është vërtet ka erdhur dhe policia kur ndëshkon komunikacion thotë që kjo është edhe një farë mënyrë e këshillës, se nëse s'ke kuptuar edukim. Po, në mënyra tjera të edukoj me gjuhë. Me gjuhë, sakt. Mirë, po ideja jonë është thonë që në bazë të analizave që i kom marrë kur kom hin atë kë, kom pas që për shembull shumë biznese kanë gabuar në hapat fillestar, edhe çaj gabim e ka përcjell tën jetën e tij të zhvillimit. Kështu që më mirë është me këshillu në atë fazën fillestare, në mënyrë që me pas sa më pak gabime, më pak punë për inspektorët e ATK-s, edhe më pak ndëshkime për biznesin. Pra, ndëshkimet janë vetëm që kanë rënë për 7.7% krahasim me vitin e kaluar. Në përjashtim prej këtij aktivitetet që kanë rritë. Në çështje tjetër që ka qenë, kemi diskutuar edhe herën e fundit këtu, ka pas biznese të cilë u dënu më shumë se sa që ka qarkullu. Po. Ka pas raste, për shembull, nuk e di sakt me emrin, po 600.000 euro qarkullim u dënu 2 milion euro. Në qysh është e mundshme me dënu 2 milion euro kur ti s'ke qarkullu, ose ai ka pas komplet evazion fiskal, për ndryshe u leju për një kohë gjatë, sepse nuk mundet më bë tonaj qarkullim për një kohë të shkurtë. A ki kësi rasti sot? Nëse të kujtohet herën e parë kur kemi folë, kam thënë që mendësia është çështja kryesore që duhet me ndryshuar në për institucione publike. Saktë. Edhe në ATK, në ATK na shty mas shumti. Unë kur marr në ATK, kum pa analizat ndryshme që edhe të kujtohet që kum shpjegu, ka pas biznese që ka pas për shembull 2 milion qarkullimin vitin e parë, 4 në dytin, 5 në tretin, edhe kur e ke pa në të katërtin mas një kontrole 3.5 milion. Edhe çaj është detyru o më shu, o me shku me hop. Jo jo ligjore një biznes tjetër, me veprimtari të ngjashme, kështu me radhë, po veç me ikë që ti ndëshkimi ose borxhi që ka bë barë këto. Unë kom pas edhe raste kur kum ardhune. Për shembull që një biznes i cili ka pas rreth 15.000 euro qarkullimin o dënu me 17.800 euro. Qysh është në më? Edhe i kom thirr komplet menaxhmentin më të lartë, edhe nivelin përfaqësues të departamentit të ankesa, kom thonë okay, nëse i ka pas 17.000 euro qarkullim ose 15.000, sa e ka marzhën e fitimit? 50%. Nëse o marzhën e fitimit 50% ose 100% prej bazës, ai ka mujt për 15.000 e mi pasin 7.500 fitim. Për që ati 7.500 që është 750 tatimi që ka pasën pagu. Që është majoltin në rajon. 750 tatim. Sa vite do të me shku këme bo 17.000 në ndëshkimit? 2 vjet e gjysë. Po thonë, jo, jemi kujdes vishmës me dhonë ndëshkimin matë madhë që ka thonë ligje. Sa ndëshkimin maj madhë? 18.000. Kam po ligjvënësi e ka menu ndëshkimin matë madhë për biznesin matë madhin në Kosovë. Bash. I cili mundin me pas qarkullimin matë madhin. Sakt. Po jo për një biznes që e ka 15.000 euro qarkullimin e 17.000 dënimin. Këto në mendoj që nuk mundet me bot dot veç ATK-ja. Sakt. Unë në skak si shoqat profesionale kum punu prej 2013 se shumë auditorë profesionistë kanë kalu qasaj rrugë. Unë mendoj që kontributi më i madh është edhe i profesionistëve që duhet me dhanë, me ndruu mendsinë. Pra, bizneset duhet mu këshillu çush mund me deklaru mirë e sakt se e the dhe vet. Bara tatimor është 10%. 10% nuk ka normë as në Ballkan as në Evropë. Unë besoj që bizneset e mirë filta me çefe paguajnë çato. Nëse nuk ishim pas problematika tjera. Kështu që profesionistët me njën, inspektorët e ATK-s në anën tjetër, me afru këshilla, kemi miqit bizneset në vi e ato që unë në parim besoj që nuk kanë vullnet me shmong pagesës të tatimit. Po, dhe se 10% drejtor për ime ka njerë është baza me ullët e tatimit
edhe që të 10% me këshyrë mi fitu krejt vetë, edhe kjo nuk është e nërshme. Dim, tash mos më thuj kanora të këja si polic, sepse ti e ki një 10% ma të voglin në Evropë. Të mund shumë që e ki... Nuk ka norma tullë të Ma tullë, edhe paguaj që ato se e ki obligim. Apo dhe na jemi shtetë në ndërtim me sipër, 25 vite, 26 i kemi kalu, një qerek shekulle. Bash. Po, e kemi një blok të shkurtër marketing dhe kthehemi me njëherë në studio. Rikthehemi në studio për të vazhduar pjesën e dytë të intervistës me një temë tjetër që ka të bëjë me evazionin fiskal. Mi thonë që kjo është ekonomia grimi, thonë kështu, kur në pjesë të ndryshme të Kosovës ka biznese që nuk janë të fiskalizume, fare. Me thonë nuk e kanë ndërmend atë farë punë, dilshojnë do kupona sikur me kanë 99-2000 me njëherë mas luftës. Shka një të bonë në qitë pjesë, sepse nëse ato këja hipotetikisht me thonë ju gjunë të shofë një biznesit madhë, e me lonë dikon tjetër me punu, i bjen që që dikush i furë, dikush i ligë. Ashtu. Aktiviteti jonë në luftimin e ekonomisë jo formale është shumë dimenzional. Për shembull, e përmenëm numrin e kontrollave 1015 kontrolla me 58 milion tatim shtesë. Kjo përfshin grupin e bizneset që i kemi tashmë në evidencë, po kemi konstatuar që nuk kanë deklaruar sa do të duheshin me deklaru. Po, mundë, së do të pyetja jote që po thonë, okay, ka pjesë tjetër që nuk e keni në sistem fare. Fare, po. Na kemi nis një proces të stikerca që quajmë, me identifiku fillimisht bizneset cilat janë të regjistrume, e mandej më na met pjesa e pa identifikume që është që 7500 biznese që janë regjistruar të reja në 6 mujorën e parë. Kjo ka për qëllim me zgjeru bazën tatimore. Pra, më mirë është me pagu shumë njësi pagese, me pagu ka pak, se sa një numër i vogël e me u hypë në qafë që të në. Po dhe të sakt. Pra, në qëtë aspekt, përveç evazionit fiskal që kemi gjithë të ato që janë të regjistrume, i kemi regjistruar edhe 7500 bizneset të reja, në mënyrë që me fillu ato me deklaru me rritë bazën tatimore. Pra, kjo është aktiviteti që nuk o bane herë në ATK, mu marrë me evidentimet e gjitha bizneset. Kjo na ka ndihmuar mandej edhe mi rregullu shumë çështjen e adresave, çështjen e veprimtarisë së biznesit në terren e kështu me radhë. Po, është një çështje tjetër e cila ka të bëjë me, e kam pa në media, kontrolla e këtyne tash jemi në fazën e darthmave dhe të këtyne organizimeve në përsalla. Ne i quajmë aktivitete sezonale. Aktivitete sezonale. Që kanë shtim të aktivitete. Shtim të aktivitete sezonale, na krejt i gëzomi, kur vinë diaspora në këtë kohë, e shohim gjithë që i ka një farë bumbi që të 3 muaj dhe neve na çon tani deri në vitin e ri kur të vijmë prapë anina. Po megjithatë kontrollet në këto sallat e mëdha ku shihet një luks i madh, ato duhet me pagu tatim. Do të thonë pavarësisht që tash ka shku për shembull një menu që ka qenë 30 euro, ashtu 60 euro, 70 euro, 80 euro. E keni përmend si pjesë e këtij aktivitetit për me i kontrollu këta edhe këngëtarët. Po, sektorin sallave dasmave, këngëtarët, shërbimet e undulimit, mandej mjekët, shërbimet profesionale të mjekëve dhe kështu me radhë. Na fillimisht bëjmë informim për publikën ose për sektorët. Po. Që ATK-ja merr aktivitete të sforcuara ose të rritura në numër për shkak të rritjes së qarkullimit në aktivitete sezonale. Po tash rriten shumë aty. Edhe vikendet e kalume kemi pas tek pishinat, tek sallat e dasmave, tek këngëtarët, sallonet e undulimit, kemi pas kontrolle të shtuara. Mirë po jemi të mundu që edhe numrin e kontrollave me zvoglu në për këto aktivitete, por me mujt me avancu në informim digital. Për shembull, vetëm për sallat e dasmave jemi të ndërtu një platformë, po ata kanë mundësi më na informu mbrana ditës 5 minuta punë, me mush një dokument se sa është numri i mysafirëve, kush është këngëtar, edhe ku e bën furnizimin, qoftë mishit, qoftë pijes. Nëse dën atë do këtë vetë sikur shpiuna me kohë. Po, nëse dën atë këja mos me shku në kontroll ose në vizitë, ato mundën me bë përmes kësaj platforme që së shpejti kemi me publiku. Po nështë këngëtari nuk dën. Po, nështë me emra musë që unë s'po du me pagut atë kësiri. Po, mandej pasën kontrolla. Shkon kontrolla dhe mundet me pa kush është këngëtari dhe me regjistru nëse nuk e ka deklaru. Edhe fotografit i qesin në rrjetet. A është dëshmi edhe një fotografi në rrjetet sociale për shembull? Po, në bazë të ligjit është.
Edhe për shembull në Filan Dorfman e shek ku ka ngru, shek 500 veta aty. Ashtu me ndryshime të realizore, domethënë edhe me fotografi, po mënyrë të informimit ka të lloj-llojshme. Po normal. Sot janë rrjetet sociale që na japin burim të madh informata. Unë thash fillim që dekës edhe tatimi smush me ikët. Nuk i shkon dash me provu. Nuk i shkon dash me provu. A keni në rast ku keni dënu për shembull dikon për këtyne sallave të mëdha ose këngëtorët që kanë pagu tatime? Nuk e di në numër ose në shifra nëse ka diçka të tillë, po për faktin që thash kemi filluar javët e fundit, deklarimet zakonisht bëhen deri me 15 muaj të ardhshëm. Muaj të ardhshëm, me qartë. Ideja jon është me pas sa ai vetë deklaron, edhe me krahasu me pjesën e evidencës që e kemi na. Për shembull, nëse e keni përcjell faqen e ATK-s, kemi përcjell edhe mesazhe, për thënë, kemi thënë këngëtarëve nuk kemi të deklaruar mjaftueshëm bazë të evidencave që i kemi. Mandej kur të vijë kontrolla, do të bëkon edhe ndëshkimi. Po nëse ti e bën deklarimin me kohë, i bishë i shpëton ndëshkimit edhe e pagun vesh pjesën e tatimit. Para të ditë më tha dikush një super këngëtar, më thonë, një për yjeve më të mëdha të muzikës Kosovë, ku gja kish pagu ndëshkim për ato që nuk ka deklaru. Po, normalisht unë thash, nëse zgjidhet pjesa e evazionit, mandej 25% të çastaj vlerën ndëshkim. Bish lutja e saj kish më vish ta kryma shpejt me shtetin, më kanë dëshmuar më shumë se 100.000 euro këtë dënimi për një këngëtar. Tash nuk e di me emër ose me. Po du me përmend se nuk është çështje megjithatë si shembull që është ndëshku një këngëtare i cili nuk ka deklaruar tyrat do të thonë nuk mundet absolutisht me ik. Po them që ka burim të mëdha të informata, sidomos prej rrjeteve sociale, prej restoranëve që deklarojnë, prej informatave që i mbledh atë këja në terren, ose pyetjet që mund të më bëj vetë këngëtarit për një rezervim të tillë që është punëtori i ATK-s. Kështu që kërkesa jeme është me deklaru sakt. Thash edhe 10% është tatimi. Po bre. Mënyra më e lirë, mënyra më e lirë është mos si pagun 300 euro. Mënyra më e lirë është mos me kthyer më shmang. Mas lirë ta qet. Në çështje tjetër e cila e posh dje ka ndiku në rritjen e çmimit, ishte te parkingjet ku ka në Prishtinë ku ka hi ATK-ja kontroll. Pe 1 euro ora, kishkun 3 euro, 4 euro. Më thonë, i keni mbyll do parkingje që nuk kanë qenë të fiskalizume, është çështje juja dhe keni vendosur ju mbas ligjit të rregullorëve juja të mëshme, megjithatë ka ndiku diçka keq. Sa për informim, ai ka 3 euro, 4 euro në Prishtinë nuk jena as në Dubai as në ai ka qenë aktivitet i policisë që na kemi mbështet me inspektor, por nuk ka qenë iniciative ATK-s. Nuk e vlerësoj, është jashtëzakonisht e mirë, nuk do të thonë që nuk e vlerësoj. Po na nuk kemi kon leading në atë proces. E kemi mbështet policinë e Kosovës se për mendimin e arsye pse kanë shku policia. Po, patjetër. A ka qenë shmangja e tatimit apo ka qenë çka tjetër? Nashti mund me pas edhe raste tjera. Për shmangje të tatimit më shumë ti kontrollojmë ne si ATK. Po ka mund me qenë edhe çështje tjera për veprave penale se pa dashur me gjyku ata. Ai mbështesëm shumicën e institucioneve, prokurorinë, policinë, doganën, Ministrinë e Tregtisë Industrisë në aktivitetet të tyre ose edhe inspektoratin e punës. Megjithatë ta kish ndiku kestit, është pra me poshtë desha me parku kerën 3 euro një ora në parkingun në Prishtinë, do thonë se 6 euro. Ka në Prishtinë që është 6 euro një orë parkingu. Unë për ata besoj që rregullon tregu mandej. Nëse qytetari e qartë, nuk ka të bëjë me domenin tënd. Është shumë qartë. Vin kon 4 parkingje këtu, 3 në mbyll, një kamet. Tash aty tregu e ka rregulluar me çmimin 3 euro. Për neve është hyra më shumë. Po, inshallah e deklaron ai. Që i ka 3 euro. Po, prandaj po them, për neve është hyra më shumë, po ata besoj që çështjen e çmimit e rregullon tregu. Të qartë. Që një çështje tjetër ka të bëjë me digitalizimin. Do të thonë ku bizneset kontraktorët kur do të qofshin ato, mundin me kry punë pa ardhur hiç në ATK. Është një diçka që është nis më herët, ka qenë një çështje problematike pak kohë para se më ardhi jo. Kam bëu këxha unë kom pas në studio kompani të cilat merren me këto orkat fiskale, kanë paraqitur një problem shumë të madh mënyra. A pjesa e fiskalizimit ose digitalizimit? Fiskalizimit. Çysh do të më bë fiskalizimi i këtyre? Do ata thoshin që qytetarëve tash biznes kanë me pagu më shtrejt se sa kanë pagu përpara. Thon, a është të bë mënyrën kanë pas problem. Do thonë, mënyrën çysh është bë, jo sepse duhet më bë se tek i fundit nuk janë bizneset ato që vendosin çysh duhet më bë ATK-ja fiskalizimi. Tash, fillimisht kjo ka një farë historiku sa më shpjegu pak në pika të shkurta. ATK-ja ka pas një kontratë të iniciuar për pjesën e fiskalizimit që ka bën me një kompani armene që na ka kushtuar diku 2 milion, na i ka marrë pa dërzu kur gjë. 10 milion ka qenë kontrata krejt,
edhe i ka marrë 2 milion, sot jemi në procese gjyqësore që është kohë vështirë e inkasueshme që e pjesë e 2 milionshit. So është Armenia që as nuk na njeh as kur gjë. Çat pjesë të fiskalizimit Ministria e Financave ka bërë diko rreth 300.000 euro. Vet. In-house. Po. I ka marrë disa ekspert, UNDP-ja i ka mbështet pagesën e tëne, edhe komplet fiskalizimi, na e quajmë B2C, business to consumer, Po. është bë edhe sot i kemi, kur po flasëm, i kemi diku 4 kompani të licencume tashmë softverike, edhe 2 pritën sot, ose maksimum tonën me u licencu. Pra 6 kompani jenë licencu deri në javën e ardhshme, cilat ofrojnë shërbime softverike për pjesën e fiskalizimit. Mandej nëse ti ki si kompani që atë software, ti mundesh me marrë me një smartphone ose në laptop tonin komplet që atë pjesën e arkës fiskale që është shujt deri tash që e ka kry shërbimin, edhe me një printer të thjesht mundesh me printu kuponat fiskale. Mandej ka ide që sot ka bankat ose kompani tjera që ofrojnë edhe përmes postit të pagesave edhe me nxjerr kuponin fiskal. Që ka më bë shumë pak e kushtueshme. Por ishtin në qarkullim krejt. Po, pjesa softverike e cila ka më pagu, varet për kompanisë çfarë zgjell. Ti mundesh më konë një farë kompani prodhuese që ki numër të madh të aktiviteteve të punëtorëve, mundesh me marr ERP që e këshyra dhe kur ka ardhur punëtori mrena. Po sa për pjesën e fiskalizimit me ATK-n, është kjo pjesa që tashmë ti mundesh me pas me një telefon tonin, me një printer, thjesht edhe mundesh me kry procesin e fiskalizimit. Për më tepër, për bizneset e vogla, nëse të kujtohet herën e parë, kum pas premtuar që kemi me kriju software që kam mirëmbajt ATK-ja, që kanë me qenë falas për bizneset. Na sot jemi të kriju një software, cilin shpejti kemi me lancu në webfaqen tonë, ka me qenë web-based, që bizneset e vogla, për shembull floktarët, kafët, këto, kanë me downloadu edhe kanë me pas falas shërbimin e tyre. ATK-ja ka më kujdes për mirëmbajtjen e tij. Edhe për më tepër, për me ngrit mandej numrin e kuponave fiskal të printum, e kemi lojën shpërblyese që e kemi të gatshme, veç po presim kur të fillojnë ky procesi i fiskalizimit, edhe kemi me bë lojë shpërblyese çdo javë, çdo muaj edhe në fund vitit. Ka me pas 2 mënyra të lojës. Loja përmes shpërblyese që me një kupon mundesh me fitu, edhe ka më konë cashback varësisht për sektorëve që i targetojnë. Mundim me thonë që sektori i prodhimit të mobiljeve, këtë muaj kushdo që blen mobile i ka 15 ose 20% cashback. Kjo na ndihmon me targetu sektor të veçantë, edhe na ndihmon me shpërbly pjesën edhe të bizneseve, edhe të atyre individëve që i ndihmojnë shtetit me fiskalizu ekonominë. Por kjo i ndihmon edhe ATK-s me shtis me pas kontroll digital më shumë se sa që ka pas deri tani. Po. Mos harroni që sot kur po flasim keni 4 kompani, edhe 2 shpejti licencohen, 6 kompani deri më tash, diku 4 Po sa atëherë u fol për një kompani vetëm që la mund. Edhe ankesat e bizneseve kanë qenë pikërisht për çat çështje. Mbi 40 kanë aplikuar. Mbi 40. Ajo që kemi bile prej këtë procesi që është për lakmi, mundë me thonë, komplet procesi i testimit, mundën e kemi lansu platformën, mundën kompanitë softverike me me testu vetën me këshyrë nëse janë të gatshëm, edhe me ardhë mandej në komision të ATK-s. Kriteret administrative i kemi zvoglu në minimum, veç të mos me dëmtu çështjen e sigurisë. E qartë, normal. Një çështje tjetër ka qenë kufizimet me parë kesh. Është një temë cila u diskutu, i mësu me pagu me parë kesh se ma letë diqysh i do. Aja na ndihmon me formalizu ekonominë. Pra, sa ma shumë që ka pagesa digitale, aq ma shumë ka dhona për ATK-n. Na veç sot i mbledhëm rreth 3 milion deklarime në vit. 3 milion deklarime. Pra, ATK-ja ka qatë shumë të dhëna, prandaj po thamë edhe sektor që këshyrin me u shmangë, mundet me zgjatë një vjet 2-3, po dikur kime ra në pjesën e kontrollit riskut, e mandej mund më konë dëshkimet të mëdhaja. Pjesa e pagesës deri në 2.000 euro është qëllim për me formalizu ekonominë. Na nuk po themi që kina i farë në dëshkimit i pse bën pagesë me kesh. Po themi që formalizohu, bëni të gjurmushme që ato në njërë që ATK-ja të verifikon se sa është qarkullimi juj. Për shembull ka qenë një ankesë që, sidomos të diasporës, kur të bëjnë blerjes tek ndërtimet, tek banesat, tek shtëpiat, e kanë këto një farë problemi me 2.000 euro. Kështu është Unë nuk besoj që
edhe nëse janë konë kit me cash 50.000 euro, nuk noterizohet një pro nëse nuk i transferë bankare. Cila është arsyeja me ikë transferit bankar? Prapë do të më shku nga banka. Sepse që kanë pare ato, i deponojnë në bankë edhe bëjnë... Dhe thonë nuk e shini si problem, po si përparsi. Unë nuk besoj që është problem. Është mendësi e mësume që do të me ndryshu, mirë po nuk është problem. Sa dhe si shteshim për parë ma mirë parët një rast takse në bankë. Unë moj men në vitin 2000, kur në Prishtinë qytet, nuk jenë nalë njerëz as në të kuqën në samafor. Po ma vonjën mësume të. Po sakt, do të më mësu. Një çështje, korupcioni brenda ATK-s. Ju keni bërë disa ndryshime në kur jeni ardhë, keni hekë zëvendës drejtora për gjecë, keni bërë transferet njerëzve prej një region në region tjetër, po tek korupcioni brenda ATK-s. Shumë llafe, normalisht llafe, po thëmë se nuk ka pas një vendim final për që është dënu dikush gjyqësor për korupcion mbrana ATK-s, megjithatë gjithmonë ka si që unë kam dikon në ATK që të bërsh ma fshin, edhe unë që kënina i këj. A ekziston si teorike, drejton, a mundet dikush me ndërhy në sistem që e komën e një bërsh 5.000 euro, mu ma qëtë 500 euro, e do një api do pare dikujna. A mundet me ndërhy teknikisht nëse thu, unë nëse thëm jo, nga bëj. Se më konë nuk ishim para po mosat nëse e bënë që të veprim. E ke po, dhe edhe aty ka mundësi me ndërhy dikush. Po na që bëjmë na morëm mosa cilat e parandalojnë qëta. Për shembull 5 zyrtarë kemi të suspenduar veç prej kohës kur marrë vone, një 7 kemi në komisione disiplinore, ato 5 të suspenduar janë për shkak të një 3 tjerë janë të referuar në institucionet e rendit të ligjit, kështu që këto janë mosat që i marrëm. Kodin disiplinor që i kemi aprovuar një pi dokumentave të para nëse të kujtohet, ai ka qenë kryesisht mi disiplinu zyrtarët e ATK-s për mu sjell ndërgjegjshëm e ndershëm para biznesit. Tash ky është mekanizmi që i kemi na. Na shtja muna minal, këtë nuk mund shkur minal, se vetë fakti që ligjvendësi ka para pa masa për një shkelje, i bie që shkelja mund të mundohet. Shkelja mund të mundohet. Po ajo në është që reagojmë kur bëhet shkelja. Me që ata do të më na motë dhe më na gjyku neve. Sakt, po që kjo puna me ndërhyn sistem të ATK-s. Lën gjurma, po. Çdo ndërhyrje ka llog kush ka hy me çata. Për shembull, nuk mund të ta fal një X inspektor me ta fal borxhin, me ta shly borxhin. Ja, nuk ka shans ashtu. Nuk ka shans. Ja. Nuk ka shans, sidomos inspektorat s'ka shans. Ato nuk kanë çështje të çati niveli që mujnë me shly borxh. Është departamenti i borxheve që kujdeset për mbledhjen e borxheve. Çfarë na thash unë inspektori kështu për me nuk që realisht na e kemi riformatuar çata. Ka qenë koncentruar në Prishtinë, me një udhëheci, me një drejtori, na e kemi decentralizuar dhe e kemi quajtur 10 regione sa i ka krejt ATK. Pra logjika jam ka qenë që më mirë punojnë 10 punëtor se sa një. Edhe një botë shumë i furtë. Po, kushdo që e ka shkruar çat ndëshkim në region të Gjakovës ose të Pejës ose të Gjilanit, ai ka më kujdes edhe me mbledh. Përpara nuk ka qenë kështu. Ka qenë që ato kanë shkruar se kanë dashur në aspektin që sa kanë pas bazë, për me mujt me rrit performancën e tyre, po se kush e mbledh ata nuk është janë kujdes shumë. Në hajtë se Prishtina e mbledh. Sigur ka e rasti 17.500, 18.000 është maksimumi. Rezultati që sa i sot në ATK i ki borxhet diko rreth 800 milionë. 800 milion. Që bizneset ja kanë ATK-s. Sa ka qenë, a ki pas një performancë të mirë në këtë diku 123 milion i kemi mbledh, ose diku 60%. Ose kanë njerë në dëshkimet edhe ato kamatat jenë më të mëdha se sa vetë baza e dënimit. 40% kemi mbledh borxh më shumë se sa periudha paraprake, 60% kemi trajtu lënd më shumë se sa periudha paraprake. Me çet reformë që kemi bërë. Edhe unë shumë kam shpresë që kjo reformë ka më dhënë rezultatin. Prej shkurtit të këtij viti ka filluar, pra diku 40% është rritja e pagesës së borxhit nga rasti me vitin paraprak. 561 milion kanë tyra për 6 muaj të parë. Apo a kanë çështu? 595. 595. Cili është parashikimi juaj për deri në fund? Me ndjek që trend, me shku ka 1.2 miliardë. 1.2 miliardë. Që është se 1 milion. Që është e bëshme më duket mu. Ku gja me thonë kështu? Me qëtë numër të vogël të punëtorve. I bie kemi 25% punëtor ma pak, 52 vjetë është mosha mesatare, edhe kemi hapë shumë fronte, si ka digitalizimi, fiskalizimi, e plus këto detyrat operative të shume që i pa 35% numërit të kontrola ose të vizita. Si s'përmeni punëtorët i tërë, më thonë? Tash,
E kemi hap sfundi një konkurs për 80 punëtor, po të njëjtën kohë kemi pranuar edhe 50 praktikant të sektorit përgjithshëm edhe 20 praktikant të IT-s që kemi thënë se këto na kanë më qenë potenciali i punësimit në vitin e ardhshëm. Unë falenderoj shumë që ishi sonte me mua në studio, po besoj sikur herën e kaluar kemi jap informata të mjaftueshme edhe çështja ndaj biznesit që bizneset mos më jutut një inspektorit ATK-s, por më jutut ligjit. Patjetër, na për fund tash kemi platformën e denoncimit i kisha inkuraju bizneset. Me ato jo që i ndihmojnë vetvesës, na ndihmojnë edhe neve si administrat, mi disiplinu punëtorët e tonë. Nashti do e kam për shkak të mënyrës që mësu me funksionu, nashti do e kam për shkak të natyrës që kanë vetë, mirë po mosat që i marëm, unë besoj që na ndihmojnë që bizneset nesër me marrë shërbimin më të mirë, mos me pas frikë për ATK-s, vetëm le të deklarojnë që duhet. Faleminderit shumë që ishit sonte me mua në studio. Kënaqësia ime. Shikues nderuar, kaq kishim për sonte, bashkë do shihemi javën e ardhshme. Deri atëherë mirëmbëngjes.